desha t'ju them, ju të sekët më herët që nuk kemi përfaqësim parlament. Parlamenti deri më sot ka ardhur duke u bjerë si kualitete, si cilësi. A mendoni se parlamenti që do dalin nga këto zgjedhje do të jetë me nivele dhe më i dobët, me nivele më të ulta dhe më i dobët? Faleminderit se ma keni prekur një shqetësim që e them vazhdimisht, po do jetë më i dobët se legjislatura e parë, sepse mjafton të shikosh listat e mbyllura të Partisë Demokratike, pa ashtu edhe të Partisë Socialiste, me njerëz pa identitet, pa renome kombëtare, pa përfaqësime publike. Për shembull, ju shumë mirë mund të zgjidhnit atje ku ishit në Amerikë të heshnit për shumë gjëra. Shumë herë nuk kam parë ju një zonë atëherë kur nuk duhet të ziheshe për çështje që ju shqetësojnë. Mund të kemi edhe gabim? Patjetër. Dhe unë ju kam thënë që s'm ka pëlqyer kjo. Por një pjesë e tyre nuk rrezikojnë. Rrezikojnë, ndoshta është fjalë e tepruar, por që të shfaqin mendimin e tyre. Dhe ku nuk e shfaqin mendimin e tyre, si do e përballin mendimin e Ramës. Sepse janë shoqëri oportuniste dhe elitë, se aty do të vim prapë Beni për ta mbyllur, elitë oportuniste dhe unë nuk di që elitat në botë të kenë me oportunitet karshi pushtetit për të përfituar quhen elita. Pra elitat kanë rol ndërgjegjësues dhe unë e kuptoj që edhe ato që janë parti politike do të veprojnë si më parë, por ajo që themi ne nuk kemi një tharm elite, për shembull siç janë në Amerikë shumë filozofë, njerëz të mendimit edhe parlament, edhe senatorë që dalin jashtë linjës dy partive. Për shembull ke Sander, po. Një njerëz që është sot e kam si shembull në një ose panel ke televiziv. senatorin tjetër që folin 9 orë në parlament asa folin, nuk pushojnë, domethënë që dalin jashtë skuadratit të partisë dhe që krijojnë një lloj ndërgjegje ke shoqëria. Vetëm do të them diçka sepse ju zakonisht ju tërheq shumë pjesa nga që flisni me zemër dhe shumë hapur dhe të riqeni nga gjërat diçka më pragmatiste, ju tërheq më shumë zemra se sa mendimi, se sa mendje disa. Po ndoshta pra ne kam qenë gjithmonë në trouble, si thonë trouble, po. Zoti Demalia ka trecaqe në shoqëri ku duhet evidentohesh pjesa e elitës. Unë mendoj që ne akoma nuk kemi elitë dhe më dhem, por është pjesa e parë, është stresa e poshtme, është stresa e informacionit, është stresa e dytë, është stresa e diturisë dhe është stresa e tretë e mençurisë. Shoqëritë kultivuara, për shembull si shoqëria amerikane, shkojnë deri tek pjesa e mençurisë me vështirësi, kurse janë disa shoqëri në Europë që rrinë vazhdimisht në këtë nivel. Kurse ne më vjen keq, ne jemi ke stresa e fundit, ke informacioni. Qofse keni parë në të gjitha debatet që bëhen këtu thonë, ky më tha këtë, ky bëri këtë, ky shkoi këtu. Ky është shqetësim, do doja të paktën të arrinim në stadin e dytë, në stadin e diturisë. Për shembull, më erdhi shumë mirë që ju në diskursin tuaj ose në këto minuta që ne folëm me njëri tjetrin, ju përdorni referenca kulturore. Unë nuk gjej referenca kulturore, për shembull tek qoftë dhe ke politikanët, ose i përdorin me sforcim. Sepse nuk e din që nuk din dhe nuk është turp mosdiq, po turp është mosdiq që nuk e di. Dhe një pjesë e politikanëve tanë dhe aty që do përfaqësojnë parlamentin nuk e din që nuk din. Qartë.